Jam në atë që për kinezët konsiderohej qendra e botës, fillimi i gjithçkaje, salla e hollit suprem të harmonisë, i cili ndodhet në zemër të pallatit perandorak ose atij që quhet qyteti i ndaluar. Këto dyert që po shohim, 1, 2, 3, janë dyert që të çojnë drejt sallës së Fronit të perandorit kinez për 500 vjet, për 504 vjet në fakt. Në përkohë që perandori kinez për të hyrë në hallin e harmonisë supreme, Fronin perandorak, i cili shihte pjesën tjetër të pallatit. Kjo ishte pjesa më private. Edhe shkallët ku ai kalonte janë të dekoruara me dragon, ndërkohë që mbi hallin, mbi Fronin perandorak ndodhet një sferë e madhe që është syri i dragonit, që ruante perandorin. Vetë halli, pra vetëm pjesa e dyshemes hallit, është dashur 2 vjet të bëhet për të lustruar, ndërkohë që Froni është i përbërë nga një dru shumë i rrallë kinez, të jetë rezistues ndaj kohës dhe dëmtimeve, dhe është i larë i gjithi me arë. Është vend i rëndësishëm sepse aty organizohej viti i ri kinez dhe njëkohësisht perandori bënte daljet e tij zyrtare për festat e rëndësishme kineze. Është në zemër të pallatit perandorak, në zemër të qytetit ndaluar, dhe këtu konsiderohet qendra e botës për Kinën antike. Kam frikë se edhe për Kinën moderne qendra e botës pak a shumë është tupur, duhet jetë pak në tutje të komitetit qendror. Ndërkohë që në këtë pjesë pohet drejt pjesës private të pallatit ndaluar, ku një pjesë e madhe, rreth 40% e pallatit është ende e mbyllur. Nga pallati perandorak dhe qyteti i ndaluar në Pekin.